Gjermania ka shprehur keqardhje për mos ndërmarrjen e asnjë hapi drejt përmbushjes së kushtit themelor që ishte vënë Kosovës për ta përmbyllur anëtarësimin në Këshillin e Evropës. Takimi i radhës i Komitetit të Ministrave të Këshillit mbahet në maj dhe ende nuk dihet nëse do të përfshihet edhe aplikacioni i Kosovës. Në ambasadën e Gjermanisë thanë se presin angazhim nga Kosova drejt përmbushjes së obligimeve për të cilat shtuan se qëndron edhe Këshilli i Evropës. Nuk dihet ende agjenda finale e Komitetit Ministror. Na vjen keq që qeveria e Kosovës nuk ka ndërmarrë ende asnjë hap konstruktiv që nga viti i kaluar për të zbatuar marrëveshjen e Ohrit, të rënë dakord dhe marrëveshjen e Brukselit të viteve 2013-2015. Çështjet e pakicave janë të një rëndësie qendrore në Këshillin e Evropës. I bëjmë thirrje edhe një herë qeverisë së Kosovës që të angazhohet në këtë drejtim. Çështja që ndikoi në vendimin për mos përfshirjen e Kosovës muajin e vitit të kaluar në agjendën e Komitetit të Ministrave ishte mosprocedimi draft statutit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Ky draft i hartuar nga Bashkimi Evropian nuk ishte dërguar për vlerësim në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës nga ana e qeverisë, ashtu siç kërkoi Gjermania dhe shtetet të tjera anëtare të Këshillit të Evropës. Antarësimin në Këshill u përmend nga Ministrja e Jashtme Donika Gërvalla në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg. Përfundimin e këtij procesi ajo e cilësoi si hap urgjent. Ministrja Gërvalla përmendi 3 hapa urgjent që kërkohen tani e që kontribuojnë jashtëmase në stabilizimin e rrethanave në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe hapjen e rrugës për integrimin e rajonit në BE. Hapat në fjalë janë heqja e masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës, përfundimi i procesit të anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, si dhe mbështetja për aplikimin e Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Por analisti Arnur Sadiku vlerëson se gjasat që Kosova të përfshihet në agjendë janë të vogla. Është vërtet që disa shtete që kanë një farë lloj peshe më të madhe në Këshillin e Evropës, që Gjermania dhe disa vende të tjera, kanë vetë procesit që përveç kushteve tjera të mira që i ka plotësuar Kosova sa i përket përmbushjes së drejtave pakicave dhe drejtave të njerëzit, është edhe kusht asociacioni, andaj gjasat janë pothuajse kur fare që Kosova të përfshihet në agjendën ose në takimin e ardhshëm të Këshillit të Evropës. Nga Këshilli i Evropës të pyetur për aplikacionin e Kosovës përmes një përgjigjeje me shkrem thanë javën e kaluar se ende nuk është caktuar agjenda.